Federata e Gjudos ka pranuar sot grant nga Ambasada e Japonisë në Kosovë. Me mjetet financiare të këtij granti do të investohet në sallat e ushtrimeve për gjudistët e rinj. Ambasadori japonez tha se Kosova e ka dëshmuar për kushtimin e saj ndaj Gjudos me medaljet e fituara nga të rinjët, të cilët vendet e para i kanë arritur nga trajnerët kosovar. Në vitin 2022, Federata e Gjudos së Kosovës ka marrë lavdërime nga Ministri i Punëve të Jashtme të Japonisë për kontribut të jashtëzakonshëm në promovimin e judos, një kulturë e rëndësishme japoneze. Andaj përmes këtij granti synojmë që të përmirësojmë kushtet për sportistët e rinj të judos. Dua ta falenderoj qeverinë e shtetit të Japonisë për përkrahjen ndaj sportit të judos. Ky grant i cili po zyrtarizohet sot do të zhvillojë edhe më shumë judon, andaj ky grant do të ndahet për klubet e judos në Pej, për klubin Sankako në Fush Kosovë dhe për klubin e judos Trepça në Mitrovic. Deri më tani Kosova i ka fituar gjithsej 9 medaljet e arta në judo.